Mos vdeksha pa e kuptuar këtë, edhe mundohem shpesh. Ose do duhet të atakosh mikun tënd Albin Kurtin. Ndoshta duhet. Edhe kam frikë të atakoj se e di që do të mbindën atë që do të më thotë, se unë i besoj atij shumë. Edhe me të vërtetë, shkoku asoj s'duhet të atakoj se do të më bindë, a e di me çfarë do e nis, që BDI ishte dëmshëm. Është e vërtetë. Ja do ta them hapur. BDI-ja, nëse vjen qeveri, do të sillet si këta njerëz. Po e dini ku ka një dallim. Vleni nuk është as hajri shqiptarit, as sherri Maqedonës. Është veç e mira e vetvete. A BDI-ja ka kapacitet edhe të keqen ta bëj të keqe të madhe, edhe të mirën ta bëj të mirë të madhe. Edhe unë e di edhe këtë, që kryesuesit e BDI-s rrinë basdere, që vëmërojë ati thirrë në qeveri, edhe a ditën që do të hynë ata në qeveri, do të thonë që çdo gjë është në rregull në Maqedoni. Domethënë, atë këqijat që i ka bë, edhe kam thënë, atë këqijat që i ka bë BDI-ja, Vleni s'u i bën edhe 100 vjet me qenë në Maqedoni, me qenë në qeveri. Pse? Sepse ajo ka potencë më shumë, ajo është e shtrirë në tërë Maqedoninë. Këto janë parti mëkallash. Ka gjënjene e ka më halën e vetë, janë bashku 50 vetë, edhe kjo i përshtatet palës Maqedonës, e se i kontrollon. Njësoj ashtu e kontrollon edhe kryesinë e BDI-s, mirë me veshtë. Njësoj ashtu. Gjithë janë të kapur, vëlla. Në Maqedoni, që t'jesh, ja u kanë thënë njerë, në Maqedoni, ende për shqiptarët vlenë logjika, të qarqet Maqedonase politike e policore, që vetëm shqiptari korruptuar, është shqiptar shtetëformues. Vetëm me atë mundet është Maqedoni. Pse? Se duhet të heshtë. Maqedoninë e tyre. Po dhe Maqedoninë e tyre. E pse mu më interesojnë këto të ri? Le t'jenë të BDI-s, nuk jam unë naiv. Pas atyne qëndrojnë parti. Po le të vi vëlla një gjenerat që nuk e ka këtë hipotekë, që nuk janë të korruptuar dhe që nuk mund Maqedona se ti shetisin si Arusha, ku kanë qef, si që janë këta që janë sot në qeveri, si që janë edhe ata të BDI-s. Kur e thoni le të jenë të BDI-s, është diskutuar shumë nëse BDI-ja ka interes për ta kontrolluar këtë çfarë po ndodh. Jo, BDI-ja ka interes të ketë protesta. Edhe është shumë logjike. Edhe të nxit protestat. Po është shumë logjike, opozita është, me të vërtetë. Ajo ka interes që të ketë sa më shumë protesta kundër kësaj qeverie. Po ajo është opozit, si mundet të... Përfshirja e BDI-s, a e rrezikon kauzën e këtyre të rinjve? Nuk ja, unë e di.